Ky bust i shpërfituar nga koha i përkiste Pashkovasës në Shkodër në 28 nëntor 2021, bëm të mundur vendosjen e një busti të ri prej bronzi. Kjo rnoj ishte gjurma e vetme e betejës së madhe të mashkullorës, bërë nga çeta e Çerçistopullit në 1908. Në 20 mars 2022, pas muajsh punë, u inaugurua një kompleks përkujtimor i denj, një bazorelief, 2 sheshe në gur, 7 lapidar e mëtej. Në repartin e dikurshëm pranë Tiranës ku stërvitën Adem Jashari, Sali Çekaj, Zahir Pajaziti e me radhë, nuk ishte asnjë shenjë, asnjë pllakat. Në shkurt 2024 u inaugurua ky monument 5 metra i lartë, që sot qëndron krenar me emrat e të gjithë protagonistëve të dyja stërviteve të para. Janë projekte pafonde shtetërore. Tani mbretëreshat e ut.